Atëra I thot, dhe çfarë thot? Më tha, do ta mbyll vetëm me këtë. Në një qytet të madh, në Durrës, më tha një kandidat për deputet. I thash, si duket situata? I thash, bëjmë sondazhe, tha, bëjnë dhe këta të tjerët që kam rival, tha, dhe nuk e di asnjëri de facto. Pse I thash unë? Se të gjithë na thon po. Ne I premtojmë dhe po. Okej. E bashkë tani 4 vjet gënjejnë politikanë, mos gënjej qytetar. Po ja pra. Me këtë e ke vulosur në I takon edhe ka vallë njëherë 4 vjet gënjej qytetari. 4 vjet politikanë, parlament, lodhin, shurdojnë, gënjejnë. Në bie shumë shkurt. Po. Ta dy të mëdhenjt. Po. Që kanë që nga koha Grigorovi, si shta Poli. Edhe Trajkovski. Edhe Meta. Jo, dhe Barois Trajkovski. Që nga kur s'mbahet. Grigorovi. Grigorovi e Barois Trajkovski. Bëjnë çështje mundur që t'jem prap vetëm këta. T'ke monopolin. Po mirë, po dalin pak. Detyrohen herë Apo dalin pak mbi ujë këta të rinj. Do dalë aty. Doli jashtë kontrollit një vendim gjykatës kushtetuese për hapjen e listave, se nuk ekzistonte fare në konceptin e tyre. Po doli pak jashtë kontrollit ai vendim, edhe doli që do të bëshin listat hapura. Bën një sistem për faqe të zezë, domethënë për të mbyllur prap listat. Forcat e reja, sidomos të opozitës, nuk e kuptuan momentin historik ku ishin. Duhet të linin me një anë egot e tyre personale, edhe të ishin pjesë e një poli, I cili një poli të tretë në zgjedhje, I cili nuk kishte qëllim, nuk kishte, nuk kishte qëllim që secili kush do të dilte më mirë nga këta, se është qëllim sekondar. Ishte qëllimi I këtij poli, ishte për të hequr monopolin e dy partive të mëdha dhe për të detyruar ata që të bënin një sistem për të gjithë qytetarët shqiptar. Këtë dështuan këto partitë e vogla dhe kjo shumë dhe kjo besim që kanë për mua shumë, është realisht shumë, sepse shqiptarët janë pragmatist. Shqiptari po nuk pa që fiton, nuk ke votën, nuk të vjen afër. E qartë. Zoti Kikia? Unë mendoj që ky është trishtimi aktual. Pra kemi 65% të njerëzve që nuk duan PS-n, 65% që nuk duan Berishën, 65% që nuk duan as të rejat. Tani, s'duan fare politikë duke mos guri në lumë, duke e konsideruar këtë dhe po diskutojmë mbi këto shifra, plus minus ky është perceptimi I publikut, edhe nga ato që ne dëgjojmë dhe bisedojmë çdo ditë. Problemi I madh është që kjo kast politike ka ngecur tash në rrjetën e Mirimangës që jemi ne. Dhe zgjidhja e parë do ishte që këta të tregoheshin politikanë të përgjegjshëm dhe në një moment caktuar të karrierës tyre politike të tërhiqeshin për të lënë të rriten lider të rinj. Kjo gjë nuk ka ndodhur. Dhe partitë sot janë në krizë që nëse larg qof vdes kryetari, partitë nuk dinë se kush e ka çelsin e selis. Në këto kushte do duhet ta vendosë dhe vota. Vota është në të njëjtën linjë. Qytetarët shqiptar më vjen shumë keq ta pohoj, edhe pse gjithmonë kam qenë në debat me ata që thonë që qytetari s'ka faj, votuesi nuk ka faj, po mëre, po. Qytetari, edhe pse ja blejnë, edhe pse shantazhojnë, ka përgjegjësinë e tij në një vend ku leadershipi politik nuk ndërrohet prej 35 vitesh. Dhe në momentin kur vihet ke alternativat e reja, sërish ky është trishtimi që në këto kushte nuk kemi prodhuar dot gjëra më të mira nga këto që kemi. Thjesht kanë birë ca filiza nga të njëjtat rrënjë, nga të njëjtat fara. Do bëj një shtesë, po më lejo, do më lejosh? Po, do ta marr nga pyetja tjetër. Po, entende. Shikoj tani absurdin më të madh. Dëgjoj me vëmendje absurdin më I madh. Këta dy të mëdhenjt që marrin më shumë vota, se këta, domethënë që shkojnë ja 20 e ca % sa shkojnë. Mesatarisht 20. Ata dy më të mëdhenjt, domethënë Berisha, çfarë bën? Vetëm një vit më përpara. Bën një ligj, u bashkuan votat bashkë, bën një ligj që këta qytetarët që ju japin më shumë vota atyre, mos e zgjedhin ata deputetin, po ta zgjedh vetëm Berisha me Ramën. Normale. Dhe ata dalin me listë, dalin, I bëjnë këshilla qytetarit dhe I thotë dëgjoj, shumicën e deputetëve do
i ketë Zëzjedhur. të kaparuar nga ne kryetarët. Këta të tjerët dalin të shkretët, duke filluar nga vetë kryetarët, jo të gjithë, por shumica, është Basha, është Lapaj, është nuk e di dhe kush është tjetër, dalin dhe thonë, ne po vim të ju, të na zgjidhni ju. Po, me listat hapra, ideja që do t'i anullojnë ky i sondazhuar, ky thotë, jo, ai tjetri që nuk më pyet fare mua për deputetin. Okej. Dhe ka absurde. Nurellari, se kështë diçka tjetër përshtuar, përsa asaj se ishte